Banorët e qarkut Dibër vjojnë t'i drejtohen Maqedonisë së Veriut për të furnizuar me karburant dhe ushqime të shportës. Çmimi i lartë i naftës në vendin tonë që aktualisht tregtohet me 219 lekë për litër, ka bërë që qytetarët të shfrytëzojnë distancën e afërt me Dibrën e Madhe dhe të shkojnë për të furnizuar me automjetet e tyre. Kjo ka shkaktuar radhë të gjata në doganën e Blllatës, teksa drejtuesit e mjeteve janë detyruar të presin me orë të gjata. Në Maqedoninë e Veriut, sipas drejtuesve të mjeteve, 1 litër naftë tregtohet me 160 lekë, me një diferencë prej 60 lekësh në vendin tonë. Çmimi është katastrofë. Vetëm Shqipëri bëhet kjo punë. Në gjithë Ballkanin e në Europën më shtrin se e ka Shqipëria, nuk e ka kush. Edhe Zvicra e ka 2 euro e 10 cent, më pak se 2000 lekë. Këtu për ne është të merr. S'ka, ja është shteti ka ra për tokë, ja ç'bëhet. Sa luni një litër naftë me 800 lekë. 800 lekë. 80 lekë vjetra, 800 lekë treja, 800 lekë treja. 80 lekë treja, 800 lekë. Rreth 7 kilometra nga Dikrahat. Që 7 ma pak e kimi ne, se shiko. Ma pak e kimi ne, që e zona e Maqellarës se ka ma pak. Ma afër ka Dibrën se për shkëllë. Jo, radha e gjatë tani. Ha, radha, mos e pojtë këtu, është katastrofë. Se këtu e përvërsisë na njëfin polisën e nuk në lojnë me dalë, se ne jemi këtu vendali. Ja, so, pa u regjistru, ja. Shu e blokën. E bën doganën, e bën një sportelit e ri, prapë vazhdon kjo nuk hiqet, nuk... E sa orë ka që prisni? Tu që 1 orë, gjithë orë gati, këtu bën 2 orë të shko deri sa dalim, 2 orë. Mos me dalë fare, me një shpi. Ka shumë mirë, se kanë radhë punën shumë shpejt, e në dhe regulohet kjo punë, dhe regulohet, kada e kanë regulohet këto. Sa e o, sa kilometra? Ashtë kilometra 2-3 onë, majtarë është. Majtarë në Dibër qitër, ne dhe më në 2 orë. I prishim lekë gjitha, tu morë naftë Dibër të madhe, se s'kemi naftë Shqipëri. Hajde, kalim bukur. Shef vetë mërë të vllai dashur, me shef vetë, a e shef që bëhet. Tu bëm besa është treni të shku të furnizohet me naftë. Këtë shtet kimi ne, kiso shtet. Kjo shtet i maj qërp që ekziston në Evropë. Kun frikë se në mbët. Të naftën e prodhojmë vetë. E qarkullojnë në për Evropë ka u intereson ati, ne përfundimisht ne e blejmë sa zbën. E ne të tiromi shkrim në ta majmë Maqedoni. Me prit me orë të tëra? Me orë të tëra, ndjemu e prit me një 2 orë gjisht 3 dhëtë me prit radhën të shë deri kur të kalit. Se s'kemi rrugë tjetër. Kjo është rruga jënë. Sa i litër naftë në Maqedoni? Maqedoni lunë avërsisht 600 lekë me vendin tonë. Kjo është shteti jënë. Ndonë se rreth 2 muaj më parë në shkrua marrëveshja mes 2 vendeve për sistemin One Stop, por ende nuk ka kaluar në parlamentet e të 2 vendeve për ratifikim që të hyjë në fuqi.